Ky është epizodi i 11 i sezonit parë të podcastit Flasim. Dhe përballë meje është një ndër shqiptaret më të gjata dhe më e gjata që kam takuar prej shumë kohësh, kaq e gjatë sa që tavani i shtëpisë në Tuzin e Malit Zi është bërë shpejt shumë i ullët. Pastaj tavani i Europës është bërë prap i ullët dhe ka dalë me gjatësinë e vet në anën tjetër të oqeanit në Florida, ku aktualisht është duke pritur edhe konfirmimin si konsule e nderit e Republikës së Shqipërisë. Emina Çunmulej, vajza e pasarelave të para dhe e fotografive breathtaking, sepse po flisnim që mund në moment caktuara të flasësh anglisht, po fotografive frymëmbajtëse që pastaj kaluan në Vogue, në Harper Bazaar, etj. Dhe pastaj tani ti ke lindur me ti flasim, right? Po patjetër. Ti ke lindur në US, po. Dhe pastaj je rritur në Malzi. Këtu fillon kurioziteti. Pikërisht mirë se u gjeta. Faleminderit në ftesën. Është kënaqësi. Po, jam lindur në Amerikë, në Shtetet Bashkuara. Jam rrit në Jugosllavi të kohme, Mali Zi, në rrethinën e Tuzit, një fshat vogël që quhet Nënhelm, apo si thojmë në normalsort Narhelm. Edhe aty filloi kjo familja ime, domethënë hapat e parë që më kujtohen. Po si ndodhi që linde atje dhe erdhe të qash në Tuz? Qashtu. Mami dhe babi kanë si imigrant dhe ju dorëzu babit letra e deportetit që të kthehet mrapa dhe vullnetarisht u kthy. Mami ishte shtatzan me 3 vajza dhe i tha babit se e ndjej veten se kam djalë. Edhe tha nuk dua që t'ja hupi drejtësinë djalit që ta ketë pasaportën amerikane. Tha unë po rritha me fëmijë se kite drejt e dorëzojshin, e lejojshin. Edhe tha ti ktheju. Mas 3 muajve lindi vllau, si që kite mendua jo, dhe pastaj u kthye. Unë isha pothuajse gati 5 vjeçare, edhe jemi rrit në Jugosllavi. Deri në moshën 15 vjeçare kur mora guxim t'ju thëm babit dhe mamit se do bëhem modele. Nga erdhi ky guximi atje në atë fshatin e vogël? Shumë gjëra kanë ndikuar. Si do kjo ftun deri ku jam rrit me këtë mendim në krye se si është mujtun që prindrit e mi na kanë sjellë në Shtetet Bashkuara të Amerikës, na kanë dhënë gjitha dorëzimin që janë munua, e në fundit na kanë kthyer mrapa në një vend që është third world country në atë kohë. Edhe nuk mujsha ta besojsha që Armenia jame është aq e kufizuar sa është fshati. Edhe gjithmonë mendojsha se do ngel në footsteps të mamit tim. Jo se është një gjë e keqe. Mami im ka qenë një grua fantazi, ka qenë një grua e jashtëzakonshme, një nanë e papar. Por se gjithmonë kam dashur diçka më të madhe për veten. Edhe nuk dija se si doja rri Sicilit, sepse gjitha vajzat e fshatit nuk shkojshin më shumë se 8 klasë, pothuajse edhe gjimnazin. Kjo kulturë, kjo mentalitet që vajzat duhet martohen në moshën 15 vjeçare, edhe unë i thoj ka veti do bëj gjithçka në botë, vetëm mos përfundoj ashtu. Kështu që edhe në fillim që në moshën 10 vjeçare i thosha mamit, më jep mu lopt, unë do i sjell lopt në livat, s'është problem. Më jep mua punë jashtë shtëpie do e bëj unë, s'është problem. Vetëm mos psoj të gatuaj, mos psoj të laj, se nuk doesha që të martoshin në moshën 14-15 vjeçare. Edhe ndërkohë vishin njerëzit me lipdorën. Unë qajsha thosha të lutem aman mos e martoni. Edhe kuptoja se është një moment fix, silver lining në jetë, kur erdh Elite Model Look
në Jugosllavinë atë kohë dhe lypshin modele. Gjitha shoqet e mia të shkollës po thojkin, you have to be a model. Po ku ta marron guximin ti thon babit që në atë kohë ishte një bab fort i fort, edhe mamit që kite këtë frymëzimin, mburrjen e një gruaje muslimane që do të prezantohet, do të jetë fort për familjen e vet, me i thon mami duhet bëhen modele. Mirë po babi kishte një argjentari në atë kohë, edhe kjo gruaja që punonte në argjentari ka pas një vaj që do të sillte në kompeticion. Edhe unë i thash, e më kalshu babi, dad, sorry, e rejta. Por i te ky momenti që e disha se nëse nuk i marr këto vepra në dorë të mia do të përfundoj pothuajse gjithë vajzat e fshatit. E martuar me fëmijë në moshën 20 vjeçare dhe ky është my destiny. Edhe e bëra, ika, fitova. Edhe mrena 2 ditëve babi e mami ishin në Amerikën atë kohë se kishin të drejtën pas 14 viteve të jepet kjo green card. Edhe u tregova se ka ardhur koha që ju kam thënë një rënd shumë të madhe, por do e din gjithsesi sepse gazetat në të nesërmen do të shkruajnë Emina Çurmulaj, shqiptarja filloi një karrierë në mes të Jugosllavisë. Kjo ka qenë titulli, në përgjithësi pastaj u zbut pak situata, edhe tha babi, okay, tha mund shkosh ta në Beograd, se në atë kohë konkurenca ishte në Beograd, për të përfaqësuar Malin e Zi në konkurrencën e Jugosllavisë. Mund shkosh ta, po do të shkosh ta me familjar. S'ka problem, thom si të shkoj, vetëm të shkoj. Edhe kam fitu titulli i parë shqiptarka pobjedila Jugoslaviju. Do më thënë, kjo ka qenë një boom e madhe, por se për mua kjo ka qenë një push aq i madh që i kam thënë vetit kur gjë s'ka me mujt me ardh ndërmjet mejet, edhe cili tjesë që kam. Edhe kështu ja nisi karriera. Më dorëzojnë një kontrakt worldwide, unë në nënshkrova, edhe s'ka pas kthim më. Po ndërkohë je në Florida, në një martesë të lumtur, të paktën me sa unë mund të kuptoj, sepse kur jemi takuar për herë të parë, ka qenë një takim çiftesh edhe bashkëvuajsi jot duket thellësisht i dashuruar me ty edhe ju dukeni happily married, kështu që gjithçka bukur të paktën pamjen nga jashtë, nga mrena nuk e di se sa herë ju përplasin mendimet. Shpesh. Por megjithatë, edhe pse ai është personazh që ka dhe ai një histori fantastike me familjen, me biznesin, gjithçka është mos miri, ty nuk të rrihet, jo vetëm pa u kthy, por edhe pa fut hunët, siç i themi ne, deri edhe në zgjedhje. Dhe praktikisht sot ne kemi mundësinë ta bëjmë këtë bashkëdim, sepse ti sapo ke marru një palë zgjedhje në Malzi, ku ke dal rrugë më rrugë, shtëpi më shtëpi për të kërkuar vota për shqiptarët, dhe ke arrit të japësh kontribut në një fitore shumë të bukur, me thënë drejtën, sepse faktikisht është shtuar numri i përfaqësuesve, apo 2 deputet nga një dhe plus dhe një tjetër bëjnë 3. Çfarë problemi ke që nuk rri dot rehat me deri dhe me politikë? Po mirë, se më lëndri që i rehat kam tanë malsort. Jo, ndëgjo, unë me politikë nuk merrem. Jo, merresh sepse shkon edhe fut punët e tjera. Se njerëzit kujtojnë se të merresh me politikë është vetëm të jesh politikan, është vetëm të jesh deputet, është vetëm të jesh i përzim drejt për drejt dhe për ditë. Jo, të merresh me politikë është të jesh një qytetar i mirë. Se nuk e di cili prej presidentëve amerikan, kam përshtypjen Ronald Reagan i thoshte nuk mjafton një njeri i mirë për të bërë një qytetar të mirë. Njeriu i mirë është për veten dhe për njerëzit rreth tij. Qytetari i mirë është edhe për
jashtë pragut shtëpisë që thot fjalën apo jep kontributin e tij bashkë me tjerë. Kështu që ti me politik merresh që të shkem atë punë, ndërsa si qytetare e angazhuar shkon atje me Nik Gjeloshin edhe ke bërë xhelos gjithë dynjan tu net me Nikën e tu bë fotografie, tu dal lart e poshtë, edhe bile ka dhe zëra. Po çfarë të bëj? Ndëgjoj, unë mund të them se jam ambasadore pran dashnisë që kam për popullin tim. E ndoshta kjo reprezentim si ambasadore dashnisë që kam për vendin tim, kulturën time, traditat shqiptare, ato që kam në gjak, mund shifet si politik. Po për mu kjo nuk është politik, kjo është thjesht jeta. Unë jam rritën atë vend. E kur jam rritë vetën atë vend, as 90% gjanave që janë sot në tus nuk kanë ekzistua. Për ata vetë kam dalë atë ditë, kam dalë edhe para 4 vjeteve, edhe do të vazhdoj të dalë. Jo për politikën, po për ata që është për popullin tem. Ata që e meritojnë, e di se e meritojnë. Po politika kjo është për popullin tem. Po kjo është dashnia ndaj popullin tim. Në qoftë të quhet politik, le të jetë politik pastaj. Politik me dashni, se politika e mirë është politika me dashni. Okay. Politika e keqe është politika me hajni. Po janë prap politikësh. Ja. So unë vetëm atë që shoh me sy të ballit, luftoj për ata. Unë kur e shoh Tuzin sot, që zhvillohet, të vazhdon të zhvilloj, do të luftoj për të ardhmen e popullit shqiptar. Aty, në trojet shqiptare të Malit Zi. Thjesht, kur gjë tjetër. Unë Nikën e shoh si dikush që ka ardhur në pushtet dhe ka bërë shumë gjëra që si kanë bërë njerëzit përpara që ka pas për 30 vite. Unë sot do i mbush 38 vjet. Është hera e parë në Mal të Zi që rruga është asfaltuar deri te shtëpia ime si duhet. Gjunaf, turp. Pse se kanë bërë tjerë? Kanë pas buxhetin. Jo gjëra thjesht atë gjëra elementare që të ekzistojnë vani, që t'i kemë edhe ne kushtet si Malazest. Shkolla fillore që isha në shkollë është hera e parë që e kanë renovu. Pse s'o bë kjo para 30 vjetëve? Një ambulant të kemi 24 orë në një prag emergjencie të ndodh diçka me fëmin në 2 të mëngjesit të ikin në Podgoricë. Po ç'të të mbet? I jap fëmis diçka të hanë ti met në fyt, ç'a të bëj derisi të mbriun në Podgoricë, ç'a do ndodh? Të më vdesi fëmijë rrugës. Është hera e parë që kemi dritan tu si duhet, të ecis natën dhe ta shifsh dikanin, një shesh, falenderuar juve dhe Bashkisë Tiranës, kemi një shesh të bukur në tus. Këto janë gjëra që nuk mund shkojnë pa tu pa. Like you can't turn a blind eye to things that you see. Thjesht kjo. Kjo tash quhet politik, okay, s'ka problem. Po për mua është dashnia ndaj popullit tim dhe ato që besoj që e meritojnë. Respekt, shumë respekt nga ana ime për këtë. Dhe ndërkohë nuk të mjafton Mali Zi, merresh edhe me Shqipërinë. Se unë kam dëgjuar emrin tënd për herë të parë, se nuk, me thënë drejtë, nuk të njihsha, unë nuk jam ndjekës shumë i këtyre rrjeteve sociale, përveç se në atë pjesën që më detyron puna. Por e kam dëgjuar emrin tënd për herë të parë nga Arber Hajdari, i cili është një djalë fantastik, edhe ai politik me dashni bën, s'merret me politik, po faktikisht nuk i rrihet pa ndihmu të tjerët, jeton madje me pasion për të ndihmu të tjerët. Dhe keni bashku forcat për të çu përpara atë përpjekjen e fundjavës ndryshe. Çfarë do me Shqipërinë? Pse ngatrohesh me Shqipërinë? Se mirë, hajde, në Tuzë ke dashninë edhe s'le nevoja për asfalt, ke rruga shtëpisë, po këtu ç'a do? O gjaku nuk është thuj, mos harro. Vetëm se na dojnë kufint, nuk na do shpirti. Kështu që dëgjoj, unë kam njoftuar Arbrin për një mikë sime, ku në atë kohë unë kërkojsha një organizat bëmirëse në Shqipëri,
sepse kam dëgju shumë gjëra që ndodhin në Shqipëri që mendoja se do mund t'i ndihmoj popullit shqiptar. Edhe në atë kohë Arbëri kishte fillu fundjavë ndryshe, ishin duke punuar një gjë fantasie. Edhe i kam thonë Arbërit që këtë ditë mua më ke jo vetëm ambasadore, por nimse, dua më shkua me ty drejt për drejt, dua me nimu familjeve, me kanë aty, me javpojt dorën, mu thonë se gjithë shka ka me kanë okej, ta dinë se kanë me pas një shtëpi që t'jetojnë rahat. Nana jeme o kanë dikush që po t'i kishe hinë shtëpi, s'tkite lanë me dalë për pa shtëpijet pa me t'lanë buk me hagër. Ti sheken lyps, ti sheken prezident, ti sheken pastruese, ti sheken katunar, s'ka pa lidhje kush i e ken, kur i ke hinë shtëpia jo t'ka lanë buk me hagër. Edhe na kur jem ken fëmi në vitet e 90-ta, më kujtohet lufta me Kosovë. Edhe na jem fshati maj funit e 9 malit zi se jem t'kapun për liçenit Shkodrës. Edhe aty kanë kaluar refugjat ton kohën. Ushtria e Jugosllavit na ruhet të shtëpi na vite e u sill të rreth shtëpiet me pa a kemi refugjat në shtëpi se babi i kalote me sule këtej. Nana jam e rrobat tona jav nepte fëmijëve, i veshte, u nepte me hagër, edhe mjedis natës i kaloshin në sule me i kaluan në Shqipni. Këto janë gjëra që kur je fëmijë ndikojnë në ty, por ti nuk i din ato gjëra drejt që të rritesh i ditë. Vetë kur jam rrit, dhe me thonë, nana më ka vdek tash 10 vite. Ajo cope sajna nuk e mlen me fjet rahat, kur e di se njerëzit tjerë nuk janë rahat. Edhe aqe dhe ma shumë për popullin tem. Nuk di, është diçka që janë shumë e mallë se vetë. S'mu në spjegoj. Dhe ndërkohë, megjithëse se bashkëvujtësi jot ka hotele, resorte, nga më luksozet që mund gjenden në botë, ti e merr atë për krahu, edhe pushimet i bën malzi apo jo. Edhe pak kështu në për ujrat territoriale të Shqipërisë. Aty ku më lejojnë. Po këtu tash ti dakord, pjesën emocionale e kam shumë qartë, po këtë pjesën tjetër prap edhe kjo është me dashni apo jo. Po, ndëgjoj, një ndër emocionet më të kryesore të njeriut është dashnia. Për mu mendoj se gjithçka në jetë muhet niset me dashni, edhe në qoftë se ka mërziti, edhe që se ka hidhërim, në fund të funit gjithçka mundet mu godit edhe me dashni. Kalohet gjithçka në jetë. Unë e dua vendin e vetë, o zi që ka me bësh shkreta. E dua vendin e vetë, e dua popullin e vetë. Unë kam ndërtu edhe një shtëpi në fshat ku jam rrit, sepse dua që fëmija e mi mos të harrojnë kurrën jetë, prej ka e kanë nanën. Kjo detyra jeme. Vetë i thon burrit, ti e ke detyrën tante si babë, mi u tregu fëmijëve prej ka vjen ti. Vetë si nanë kam detyrën teme. Vetë nuk mundi me pësua fëmijën tem me fol gjuhën iraniane, po vetë mundi me pësua me fol gjuhën shqipe, ashtu si që flas. Mi javë pësu fëmijëve gjona që i kam dit vetë tonë jetën time qysh nga fëminia, kur kam hagër fasul, na i thojmë grosh, kur kam hagër mishtat, kur kam hagër suxhuk, fëmija mi janë rritun kështu. Unë tjetër qysh nuk di. Kështu që i mësoj ato që e di. Edhe ajo që e di është edhe dashnia ndaj venit vet. Vetë ma dua me kenë në breg detin, Adriatik se s'di ku tjetër ma dhanë në botë. Është një ndjenjë, edhe kur futem në ujë ndjej vetin ndryshe. Unë ulqin kohën e kaloj si me kenë në Maldive. Ndoshta dikush do qeshet, po mua unë buën e ulqinit e kam një qetësi, një rahat luk, si thojmë na, që s'mu në spjegoj. E tash kadal ja kam fut edhe burrit në gjak. Po e pash e ke kontaminu krejt. Po që t'i thëmë, mu më ka dash që ashtu si jam, kështu që tash duhet edhe me dash gjithë. Po në këtë historinë tale, kjo ec dhe e rrit paralel me një rritje shumë të vështirë që ka pas Shqipëria dhe me siguri në vite.
duke qenë mes njerëzish të famshëm, mes njerëzish të pasur, mes njerëzish që i përkasin edhe botës mediatike shumë, ke dëgju me siguri keq për Shqipërinë. Ç'a ndjeje kur dëgjoje keq për Shqipërinë? Dhe ç'a bëje? Nuk dia lejohet me thënë në podcast. Jo, thuaj shqip, thuaj. Luftoj unë. Luftoj sepse deri diku janë paragjykimet shumë të mëdha për popullin shqiptar. Në përgjithësi nuk kam dëgjuar shumë gjëra të këqija për Shqipërinë pikërisht, por së për popullin shqiptar. Unë kujtoj si vajzë 15 vjeçare herën e parë ku ika në Itali. Fillimi i karrierës time, edhe kur mbrina në Itali, po më thojkin se i venuta col canotto. Edhe në fillim, unë italishtën e folsha, por jo tamam saktësisht si duhet, por kur e kuptova se kjo është në bazë raciste, sepse shqiptarët në atë kohë pas komunizmit dolen me barka, kur thëm të vlën gjaku të vlën. Edhe aty e pash se bota na shef në një mënyrë, po thuj se jo të keqe, por me një sy tjetër. Edhe sot është koha që i kuptoj migrantët që dalin nga shtetet që nuk kanë kushtet. I kuptoj të tana. Por se në fundit, sot Shqipëria është në një vend që pak janë qytetet si kur Tirana. Unë thëmë zhvillimi i Tiranës nga 10 deri në 11 është drastik. Fatkeqësisht Mali i Zi, po të shkosh në Podgoricë, është shumë më mbrapa se Tirana. Dje kam pas një muhabet të shkurtër kështu me një shoqe që më tha, mbyti, a shefti vetin, tha të kthehesh në Ballkan? 100%. Por fëmijën të sjellin shkollën Mal të Zi, nuk e di ende a jam taman e qetë. Por sikur të më thoj ke burri nesër, do kalojmë në Ballkan, do i thosha në Tiranë. It's a cosmopolitan city. Kështu që sot ka ardhur koha me artistat shqiptar, me njerëzit që kanë një push shumë të madh marketingut. Se ti e shef në rrjetet sociale, artistët janë ata që po duan gjithë të rinë ti marrin mbrapa. E kanë pasë shqiptarët me Rita Ora, Dua Lipa të botës, që shqiptarët nuk janë ajo që na kanë paragjiku për parën. Në fakt jemi njerëz që jemi me shkollë, me kapacitet punëtor, me artisti, me gjitha. Kështu që ngadalë besoj që po na hjeket pluhni çka thojmë na, që për vite na e kanë vënë për mbi krye. Po është diçka që vetëm rinia do të vazhdoj dhe do të pastroj, ngadalë. Unë mendoj që jemi në një tjetër pozitë sot komplet, nuk kam për shembull sot në Itali paragjykime për shqiptarët, për kundrazi sot ka respekt, sepse janë imponu. Po edhe në Greqi mund të ketë raste, po ka respekt sepse janë imponu. Madje nuk i shef më njeri si një popull tjetër, për i shohin si pjesë e vetes. Po edhe në Gjermani për kundrazi. Kështu që në këtë aspekt është bërë i kamërcim i madh. Nga ana tjetër Shqipëria vetë duke ndryshu në mënyrë drastike, siç e the, po bëhet destinacion turistik i hatashëm. Edhe këtë vit kemi kur ne kemi fillu politikën me dashni nga ana jon, ka aeroporti i Rinas që kishte 300.000 pasagjerë. Si vjet ne parashikojmë 6.5 miliona dhe aeroporti thonë 7 milion. Është huge. Edhe praktikisht Tirana sot është e mbushme me turistë huaj nga të gjitha anët, restorantet, kafet, edhe jugu, kështu që është një situatë tjetër. Megjithatë, jam shumë dakord që ka shumë për të bërë, por mendoj që ti je njeriu i duhur, sepse je edhe nga brenda gjithë suksesit, po suksesit në botën e modës, në botën e të bukurës, në rrjetet sociale, etj, edhe nga jashtë, për shkak të personit që je dhe të njeriut që
nuk I mjafton jeta me sipërfaqshmen, po e quajmë, por jeton shumë me brendin. Çfarë do t'i thoshe vajzave të bukura, të vogla, që sot natyrshëm janë të dhëna dhe janë të tërhequra shumë nga bota e rrjeteve sociale, nga bota e shfaqjes bukurisë etj. Është një gjë vështirë të them në 2-3 fjali, sepse unë I shoh vajzat e mia. Edhe mendoj se si do të jetë ardhmja nga ndikimi I rrjeteve sociale dhe ajo që nuk është reale. Sepse ndoshta njerëzit mendojnë që e njohin Eminën Çunmulaj, por e njohin vetëm në atë përqindje që I tregoj në rrjetet sociale. Edhe ajo nuk është e tëra, nuk është e vërteta. This is the truth. Ju e shihni aq sa dorëzoj unë të shihni, ashtu janë edhe gjithë njerëzit tjerë që janë në rrjetet sociale. Kështu që një vajzë 14, 15, 18, 19 vjeçare që shef Eminën Çunmulaj dhe shef Emina në aeroplan privat, në jaht, një jetë luksoze, po të kita ajo 5 minutat e kohës të vinë të rrinë me mu dhe të regoj jetën time si e kam pas unë, se si kam kalua prej thuaj moshës 13 vjeçare deri në moshën 18 vjeçare kur I fitova 10.000 euro e parë. Unë s'kam pas buk me hagër kur kam qenë në Itali, në apartman me modele. Kjo diçka që ndoshta si kam tregu kur ku e njëjtë, sepse janë vështirësinat e mi dhe të rrinë me mu. Ma bajnë karakterin që ndoshta që po thua si jetoj të luftua, se jeta ime është kënë gjithmonë në kokën time një luft. Edhe vazhdon, në mënyra tjera. Por se lufto për ato që I menon edhe për cilin e një jetë tone. Ajo që të vjen kollajt e një jetë edhe të vjen e hjekun kollajt. Vet Bela Buk s'kam pas me hagër kur jam kanë 15 vjeç në Itali, po më thirrte baba në telefon e më thote si e bia jam e miri, thosha bab, ton gjithçka në rregull. Shkosha me fjet barku më dhemte, shkosha me fjet u çosha natë, më kishin dhënë 200 lira në atë kohë, me I harxhua për 3 javë ditë, me marr metron, me hangër edhe me shkua me lyp punë si modele. Por ka ardhur koha që gjithë ato lufta, everything pays back. Vetëm kushtim, lufto. Menimi im që mu kthye në katun, e mbyte. Mu kthye vetë mrapan prej një veni që I ka, që doja një jetë më të mirë për vetin, nuk e më lejon të kurse si mu dërzua. Pastaj, veti puna edhe pak luck, si thojnë Amerikant, shoots very hard. Edhe jeta vazhdon edhe gjithat mirat nga dal vinë edhe sot jemi ku jemi. E ardhmja, si e shef të ardhmen? Se okej, tani ke fitu këto luftra deri tanishme, por duke qenë se ti nuk jeton dhe pa luftë. Për çfarë do luftosh? Çfarë është next? Apo thjesht menaxhim I arritjeve deri tanishme? Po menaxhim do të vazhdojnë gjithsesi. Mirë, unë fokusi jem është kë familja, fëmija, se unë I kam 3 fëmijë të vëll, 7, 5 dhe 2 jo të plota, kështu që gjitha këto I bëj përballë asaj se kryesori është se jam nani herë, pikësparit. E pastaj gjitha tjerat me vend të vet. Patjetër bamirësia është diçka që do të vazhdoj, është diçka që nuk do nalem kurrë. Tani jam edhe një board spitalit, një ndër spitalet më të mëdha në Miami, Baptist Hospital. Aty jam si përfaqësuese e bordit kryesor, kështu që edhe ajo është një gjë shumë e madhe për mu, sepse dedikimi është shumë I lartë. Tash edhe kam edhe një rol tip ambasadori konsulatet, do të merrem në një nivel shumë të lartë me këtë. Besoj se me këtë do të arri cilet të mia që kam dasht interkulturore dhe me të shqiptarve dhe Amerikët. Po dhe shumë gjëra të tjera që ndoshta do bëhen sekrete deri që të realizohen. Kështu që për tani janë botë. Jo, ne jemi vërtet shumë të bekum, po themi që kemi një
konsulle nderi në Florida që na përfaqëson e para me gjatësinë, se këtë pjesën e gjatësisë unë kam pas problem këtu. Edhe këtu heraherës edhe më kujtohet si problem. Kur jam jashtë, aq më pëlqen kjo pjesa e gjatësisë, sepse ja i shqiptari edhe kështu që të kemi një konsull deri 180 kusur centimetra që ju del përpara dhe thot welcome to Albania është super. Por për te i kësaj është e vërtet që kemi shumë akoma për të bërë edhe për pjesën e shkëmbimeve dhe e përfshirjes në marrëdhëniet me shqiptarëve dhe të marrëdhënies shqiptarëve me botën në sensin e eksperiencave, e praktikave të mira, e dijeve të mëdha që shqiptarët kanë marrë, sepse shqiptarët janë të jashtëzakonshëm kur janë jashtë, për një arsye shumë thjeshtë, se kur shkojnë jashtë nuk ka nona, nuk ka baba, nuk ka koqshia, nuk ka kushia, nuk ka kushëria, nuk ka partia, nuk ka asgjë tjetër përveç teje edhe detit që do ta kalosh në kom ose do mytesh. It's true. Edhe janë të jashtëzakonshëm. Kur pastaj bëhen bashk, janë i çik më të ngatruar, sepse shkojnë ke kafja, flasin për punën, edhe shkojnë në punë, e flasin për kafen. Kështu që kemi goxha gjëra për të bërë. Para se sa të fillonim këtë, kur zgjova sot, kisha një mesazh nga burri jot. Edhe i thash me shumë gjas do ta mbajmë gruan peng, që ti të detyrohesh të vish dhe të vish ta marrësh, e me këtë rast të mbash fjalën për vizitën në Shqipëri dhe për të parë se çfarë mund të marrim dhe prej tij në aspektin e gjithë asaj eksperiencë edhe një pjesë të vogël të pasurisë të tij për ta investuar në turizmin shqiptar që është bë kaq trendi, por që ka nevojë për vërtet kualitet, sa më shumë kualitet që të mos bijem pre e asaj masives që sjell të ardhura për momenti më pastaj na prish shumë punë për të ardhmen, po të kemi sa më shumë kualitet. Kështu që mos u çudit nëse kur të mbaroj podcasti unë do të hiki dhe ti do të mbajnë këtu të mbyllur derisa vi burri të marri. Ti jam shumë falenderues për këto minuta që pata kënaqësinë që ti kalojmë bashkë. Jam i bindur që edhe ata që do të na ndjekin do të jenë falenderues, sepse është vlerë e madhe që në botën e politikës, medias, show biznesit, spektaklit e tjerë të jetë mundësia për të njohur me njerëz që janë real, që janë me mish, me gjak, me kocka dhe që nuk janë plastik. Shumë faleminderit. Faleminderit.